Horoskopi ditor e martë 2 dhjetor 2025. Dashi. Planeti juaj sundues Marsi ju jep një shtysë energjike, perfekte për të marrë me detyrat e vonuara në punë. Vendosmëria juaj është rritur, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për role udhëheqëse ose për të filluar projekte të reja. Jini të vëmendshëm ndaj ndërveprimeve tuaja. Ndërsa drejtësia juaj vlerësohet, një dos takti mund të parandalojë keqkuptimet. Në frontin personal, të dashurit dëshirojnë vëmendjen tuaj. Prandaj balanconi objektivat tuaja me kohën familjare. Yjet e mbrëmjes favorizojnë relaksimin dhe vetanalizën. Ndoshta një kohë e mirë për reflektim të qetë. Financiarisht, shmangni vendimet impulsive. Konsideroni bashkëpunimin me një koleg të besuar për perspektivë. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në një aktivitet fizik për të ruajtur ekuilibrin. Mos harroni, durimi sot mund të kultivojë përfitime afatgjata. Përputhni veprimet tuaja me aspiratat tuaja në këtë konfigurim kozmik, dhe do të gjeni përparim të admirueshëm. Në përgjithësi, qëndrimi me këmbë në tokë do t'ju ndihmojë të lundroni në energjitë dinamike të ditës. Demi. Fokusi qiellor sot është në shprehjen krijuese dhe komunikimin. Venusi, planeti juaj sundues, frymëzon ndjekjet artistike dhe rrit aftësitë ndërpersonale. Sharmi juaj është i papërmbajtshëm, duke e bërë këtë një ditë të përsosur për të paraqitur ide ose për të negociuar marrëveshje. Megjithatë, sigurohuni që entuziazmi juaj të mos i lërë në hije detajet kritike. Kushtojini vëmendje modeleve të shpenzimeve. Kursimi është i mençur edhe pse perspektivat financiare duken premtuese. Marrëdhëniet mund të lulëzojnë tani ndërsa shprehni ndjenjat me ndershmëri. Të dashurit vlerësojnë gjestet tuaja të menduara mirë, duke nxitur lidhje më të thella. Profesionalisht, rolet udhëheqëse mund të ftojnë nëse je gati të shfrytëzosh mundësinë. Sa i përket shëndetit, synoni një ekuilibër midis punës dhe relaksimit për të shmangur lodhjen. Konsideroni përfshirjen e një hobi të ri që kombinon kreativitetin dhe kohën e lirë. Miqt mund të ofrojnë ftesa emocionuese shoqërore. Shijoni, por prioritizoni angazhimet. Kjo është një ditë ku të qenit i vëmendshëm ndaj nuancave mund të jap rezultate të dobishme. Shfrytëzoni qëndrueshmërinë dhe zgjuarsinë tuaj për të lënë përshtypje të qëndrueshme sot. Binjakët. Sot ofrojnë një përzierje të kuriozitetit intelektual dhe vetëdijes emocionale. Merkuri, planeti juaj sundues, rrit komunikimin, duke e bërë atë një ditë ideale për prezantimin ose rishikimin e planeve. Njohuritë e papritura mund të vinë nga biseda të rastësishme. Prandaj qëndroni të hapur ndaj perspektivave të reja. Në financë, jini të kujdesshëm me investimet. Analiza e plotit e kalon vendimet impulsive. Natyra juaj adaptueshme shkëlqen në mjediset e ekipit, duke nxitur bashkëpunimin. Në frontin personal, miqt ose partnerët mund të kërkojnë këshilla tuaja, duke vlerësuar perspektivën tuaj. Megjithatë, sigurohuni që nevojat tuaja të mos errësohen duke ofruar mbështetje. Shëndeti kërkon ekuilibër. Jepini përparësi pushimit mendor po aq sa ushtrimeve fizike. Angazhimi në aktivitete krijuese mund të jetë si terapeutik ashtu edhe shpërblyes. Dinamika familjare mund të kërkojë diplomaci rreth vendimeve të përbashkëta. Yjet e mbrëmjes inkurajojnë ndërveprimet shoqërore, duke shijuar momente të lehta. Në përgjithësi, përqafimi i fleksibilitetit sot do t'ju udhëheqë përmes çdo sfide të papritur. Qëndroni të ekuilibruar midis zemrës dhe mendjes për rezultate të përmbushura. Gaforria. Sot nxit vetanalizën dhe qartësinë emocionale. Pasi hëna sundimtari juaj qiellor, rrit aftësitë tuaja perceptuese. Është një ditë e favorshme për të përqendruar në qëllimet dhe aspiratat personale. Konsideroni të shkruani në ditar ose të meditoni për të shfrytëzuar këtë energji reflektuese. Profesionalisht, përdorni intuitën tuaj për të udhëhequr vendime të rëndësishme, por sigurohuni që të jeni të qartë para angazhimeve. Financiarisht, është e mençur të rishikoni buxhetet. Rregullime të vogla tani mund të çojnë në përfitime afatgjata. Marrëdhëniet janë të theksuara, me aspekte harmonike që inkurajojnë dialogun e hapur. Të dashurit vlerësojnë empatinë tuaj, duke thelluar lidhjet. Sidoqoftë, mos harroni kujdesin për veten në kujdesin tuaj ndaj të tjerëve. Rezervimi i kohës për veten tuaj rigjallëron. Ndjekjet krijuese tërheqin, duke ofruar një pushim freskues nga rutina. Vlerësoni dietën dhe zakonet e stilit të jetës. Ndryshime të vogla mund të përmirësojnë mirëqenien. Takimet shoqërore këtë mbrëmje nxisin humorin, duke ofruar mundësi për ndërveprime të gëzueshme.
Përqafoni përshtatshmërinë dhe besoni instinkteve tuaja për të lundruar në nuancat e ditës. Ndjeshmëria juaj mund të çojë në njohuri të thella. Luani me diellin që energjizon sektorin tuaj shoqëror. Sot shkëlqyeshëm në krijimin e rrjeteve dhe zgjerimin e rretheve tuaja. Karizma juaj natyrore amplifikohet, duke inkurajuar bashkëpunimin profesional dhe duke arritur fitime në projektet e ekipit. Kapni mundësitë për të lidhur me figura me ndikim. Këto ndërveprime mund të hapin rrugën për sukses në të ardhmen. Financiarisht, eksploroni me kujdes sipërmarrje të reja, duke u siguruar që të gjitha detajet të përputhen me qëllimet afatgjata. Shpirti juaj bujar është i lavdërueshëm, por merrni në konsiderat përparësimin e sigurisë financiare me plane të strukturuara. Marrëdhëniet personale lulëzojnë ndërsa ngrohtësia juaj ushen lidhjet. Planifikoni kohë cilësore me të dashurit. Daljet krijuese ju bëjnë thirrje, kanalizimi i kësaj energjie rifreskon shpirtin tuaj. Fizikisht, angazhohuni në aktivitete që aktivizojnë trupin tuaj ndërsa përputhen me shprehjen e gëzueshme, të tilla si vallëzimi ose sportet argëtuese. Mbrëmja ofron relaksim ose eksplorimin e ngjarjeve kulturore, duke siguruar kohën e lirë të nevojshme. Besimi është aleati juaj sot, dhe qëndrimi besnik ndaj vlerave tuaja do t'ju udhëheqë drejt rezultateve mbresëlënëse. Virgjëresha. Sot përqendrohet në rafinimin e detajeve dhe reflektimin e menduar mirë, ndërsa Merkuri, sundimtari juaj, mpre aftësitë analitike. Detyrat që kërkojnë saktësi dhe organizim përfitojnë nga qasja juaj e fokusuar, duke e bërë atë një ditë ideale për ekzekutimin e planeve ose zgjidhjen e kompleksiteteve. Financiarisht, rishikoni dokumentet dhe kontratat. Kontrolli i plot parandalon hapat e gabuar. Natyra juaj e kujdesshme vlerësohet profesionalisht, duke hapur potencialisht mundësi për avancim. Në marrëdhëniet ndërpersonale, shmangni mendimet e tepërta në marrëdhënie. Ndonjëherë thjeshtësia ushqen harmoninë. Komunikoni ndjenja drejt për drejt dhe shprehni mirënjohje për të forcuar lidhjet. Dinamika familjare mund të kërkojë ndërhyrje diplomatike. Njohuritë tuaja praktike mund të rivendosin ekuilibrin. Jepini përparësi shëndetit duke përfshirë rutina të qëndrueshme të mirëqenies. Edhe hapat e vegjël drejt kujdesit për veten kontribuojnë në vitalitet të qëndrueshëm. Planifikoni relaksim në natyrë ose hobi që qetëson mendjen, duke promovuar ekuilibrin. Mund të lindë përfshirja e komunitetit, ekspertiza juaj organizative përfiton iniciativat kolektive. Duke përqafuar përshtatshmërinë, do të lundroni në mënyrë efikase në kërkesat e sotme, duke quar në përmbushjen e progresit. Peshorja. Partneritetet marrin vëmendjen qendrore sot, pasi Venusi, planeti juaj sundues, thekson bashkëpunimin dhe kompromisin. Kjo është një kohë e mbarë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërpersonale ose forcimin e përpjekjeve të ndërsjella. Diplomacia juaj natyrore lehtëson dialogun harmonik, duke ju bërë një ndërmjetës kyç në situata komplekse. Balanconi qëllimet personale dhe profesionale duke rivlerësuar sipërmarrjet e përbashkëta, duke siguruar që objektivat të përputhen. Diskutimet financiare përfitojnë veçanërisht nga drejtësia juaj, duke siguruar rezultate të barabarta. Lidhjet personale lulëzojnë nën kujdesin tuaj të vëmendshëm. Shprehni dashuri dhe vlerësim hapur. Ngjarjet shoqërore sjellin kënaqësi dhe mundësi për të forcuar lidhjet shoqërore. Idet krijuese rrjedhi me bollëk, duke ofruar frymëzim për ndjekje. Merrni në konsiderat ndarjen e njohurive me një person të besuar dhe të sigurt për reagime të vlefshme. Përkëdhelni vete me aktivitete që rivendosin ekuilibrin, të tilla si yoga ose arti. Angazhohuni në dalje të këndshme për të rifreskuar shpirtrat tuaj. Duke ruajtur ekuilibrin midis dëshirave personale dhe nevojave kolektive sot, do të nxisni mjedise me përfitim të ndërsjellë dhe sukses të përbashkët. Akrepi. Sot ofron mundësi për transformim dhe zbulimin e potencialeve të fshehura, të nxitura nga ndikimi i Plutonit. Kjo është një ditë për të thelluar në projekte, duke zbuluar shtresa të reja të kuptuarit. Shfrytëzoni aftësitë tuaja hetuese për të sjellë qartësi aty ku mbeten pasiguritë. Profesionalisht, vëmendja kthehet te planifikimi strategjik. Përdorni njohuritë e fituara për të riformuluar objektivat dhe për të përmirësuar rezultatet. Financiarisht, merrni në konsiderat perspektivat afatgjata mbi fitimin e menjëhershëm. Menaxhimi i kujdesshëm siguron stabilitet. Në marrëdhënie, intensiteti juaj nxit lidhje të thella. Megjithatë, zbutja e qasjes suaj mund të ftojë ngrohtësi dhe besim. Komunikoni me ndershmëri dhe lini hapësirë për reciprocitet.
Kujdesuni për shëndetin duke eksploruar praktikat holistike që fuqizojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Vetmia mund të tërheqë duke ofruar paqe për vetanalizë. Yjet e mbrëmjes ju inkurajojnë të kënaqeni me ndjekje krijuese ose shpirtërore për pasurim personal. Transformimet e sotme të përqafuara me hapje hedhin themelet për rritje të thellë personale dhe profesionale, duke reflektuar qëndrueshmërinë tuaj të palëkundur. Shigjetari, eksplorimi dhe entuziazmi përcaktojnë ditën tuaj, ndërsa ndikimi i Jupiterit inkurajon zgjerimin e horizonteve. Sot, përqafoni mundësitë arsimore, qoftë duke u regjistruar në kurse apo duke u angazhuar në diskutime intelektuale. Shpirti juaj aventuresk kërkon përvoja të reja. Planifikimi i një udhëtimi të ardhshëm mund të ngopë dëshirën për të endur, duke ofruar perspektiva të reja. Profesionalisht, pohoni ide të gjera dhe shfaqni shkathësi. Inovacioni ju vendos në një dritë të favorshme. Financiarisht, besoni instinkteve kur eksploroni iniciativa, por bëni kujdes të duhur për të zbutur rreziqet. Marrëdhëniet lulëzojnë në aventura të përbashkëta. Planifikoni aktivitete që nxisin entuziazëm me të dashurit. Takimet shoqërore premtojnë ndërveprime të këndshme, perfekte për zgjerimin e rrjeteve. Balanconi optimizmin me praktikën në vendimarrje, duke siguruar që qëndrueshmëria shoqëron rritjen. Për shëndetin, përqendrohuni në aktivitetet në natyrë dhe zakonet ushqyese për të mbështetur vitalitetin. Mbrëmja fton reflektim mbi aspiratat, mbajtja e ditarit mund të ofrojë qartësi. Duke festuar mundësitë e jetës dhe duke përqafuar mendjehapurinë, ju tërheqni mundësi që përputhe me vizionet tuaja të gjera sot. Britsjapi. Vendosmëria dhe përgjegjësia udhëheqin rrugën tuaj sot në ndikimin vigjilent të Saturnit. Përparsoni planet afatgjata dhe shfrytëzojeni këtë ditë për strategji të detajuar dhe menaxhim të burimeve. Adresoni detyrat administrative me saktësi, duke u siguruar që infrastruktura mbështet ambicjet tuaja. Financiarisht, rivlerësoni investimet dhe vlerësoni rrezikun me një qasje konservatore. Stabiliteti është gurthemeli juaj. Profesionalisht, lindin mundësi leadershipi, disiplina juaj fiton respekt dhe përparim të mundshëm. Marrëdhëniet përfitojnë nga angazhimi juaj. Përpjekja në shprehjen e mbështetjes dhe mirëkuptimit thellon lidhjet. Ndërsa detyrat profesionale kërkojnë fokus, balancimi i punës me ndërveprimet familjare rrit harmoninë. Shëndeti kërkon një qasje të disiplinuar. Rutinat e qëndrueshme forcojnë mirëqenien. Planifikoni kohë për relaksim, duke parafruar aktivitetet e kohës së lirë me interesat personale për rigjallërim. Ndërsa afrohet mbrëmja, zhvendosni fokusin në rrugë krijuese ose mundësi të reja mësimi, duke siguruar pasurim. Duke integruar zelli me kujdesin për veten, përpjekjet e sotme hedhin themele elastike për suksesin e ardhshëm. Ujori. Inovacioni dhe bashkëpunimi nxisin temat e sotme, ndërsa Urani inkurajon të menduarit jashtë kornizave. Kjo është një kohë ideale për të zbatuar strategji jo konvencionale në projektet në vazhdim, duke shfaqur origjinalitetin tuaj. Krijimi i rrjeteve sjell bashkëpunime të dobishme, duke hapur dyert për sipërmarrje të ardhshme. Financiarisht, eksploroni zgjidhje moderne për investime dhe plane kursimi. Njohja e trendeve aktuale ndihmon rritjen e qëndrueshme. Marrëdhëniet lulëzojnë nga risia dhe fleksibiliteti. Prezantimi i aktiviteteve ose koncepteve të reja rrit lidhje me të dashurit. Komunikimi përmes teknologjisë rezulton efektiv, duke lehtësuar lidhjet në distanca të gjata. Angazhohuni në aktivitete në grup që stimulojnë intelektin dhe kreativitetin, duke nxitur frymën e komunitetit. Nga ana shëndetësore, eksploroni praktikat alternative të mirëqenies për të rigjallëruar energjinë. Mbrëmja ofron mundësi për ngjarje ose aktivitete që përputhen me vlerat humanitare, duke ju lejuar të ndani njohuri dhe të frymëzoni ndryshimin. Duke balancuar vizionet shpikse me hapa praktik, përpjekjet e sotme kontribuojnë në trajektoren tuaj progresive dhe rezonojnë me shpirtin tuaj vizionar. Peshqi. Kreativiteti dhe empatia janë forcat tuaja udhëheqëse sot, të përforcuara nga ndikimi i Neptunit. Ndjekjet artistike lulëzojnë nën këtë shtrirje, duke ofruar rrugëdalje shprehëse. Përqafoni projekte që kërkojnë kontribut imagjinativ dhe lejoni që intuita të udhëheqë vendimarrjen. Profesionalisht, bashkëpunoni me ata që vlerësojnë qasjen tuaj vizionare. Bashkimi i talenteve amplifikon suksesin. Financiarisht, qëndroni të kujdesshëm, qartësia në transaksione siguron siguri. Marrëdhëniet fitojnë thellësi përmes shkëmbimeve emocionale. Empatia juaj natyrore ushen mjedise mbështetëse.
Çështjet familjare kërkojnë ndjeshmëri. Dëgjimi në mënyrë aktive nxit mirëkuptimin. Balanconi vëmendje midis përgjegjësive dhe përtëritjes personale duke u angazhuar në praktika meditative ose aktivitete të bazuara në ujë. Konsideroni mbajtjen e një ditari ose analizën e ëndrave për vetëreflektim. Mbrëmja sjell një dëshirë për qetësi. Prioritizoni hapësirat që frymëzojnë paqe dhe meditim. Duke i besuar zërit tuaj të brendshëm dhe duke i thurur ëndrat në realitet, do të zbuloni se rruga e sotme është e mbushur me përparim të butë, duke i përafruar dëshirat e brendshme me arritjet e jashtme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.